Të nderuar koleg, sot do t'ju tregojmë një rast të diagnostikimit prenatal të vasa previa. Kjo thekson në rëndësinë e vlerësimit, gjithmonë gjatë ekzaminimeve të screeningut ekografik, të vendosjes së kordonit në placent. Në fakt, siç mund ta shihni, është e qartë prania e një anomalie në vendosjen e kordonit, e cila në këtë rast ndodh plotësisht jashtë placentës. Dhe pra, po flasim për një vendosje velamentoze të kordonit. Se është e rëndësishme ta diagnostikosh, sepse kjo përbën faktor kryesor rreziku për praninë e vasa previa, diagnoza e së cilës bëhet me përdorimin e ekografisë transvagjinale. Siç mund të shihni, në praninë e një prerjeje sagitale të qafës së mitrës, është shumë e dukshme prania e enëve të kordonit që kalojnë pranë hapjes së brendshme të mitrës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme të identifikohet qartë prania e mundshme e lakimeve të lira të kordonit, që përkohësisht mund vendosen në këtë pozicion specifik, por që jo domosdoshmërisht përfaqësojnë atë që njihet si vasa previa. Ndërsa, në këtë rast, shohim se përveç që nuk janë të lëvizshme, janë veçanërisht të ngjitura plotësisht me miometrin, dhe për këtë arsye, në këtë rast, diagnoza e vasa previa është mjaft e lehtë. Edhe duke hequr përdorimin e ngjyrës, por edhe thjesht me përdorimin e dy dimensioneve, shohim se këto formacione janë plotësisht të ngjitura me murin dhe nuk mund të ndahen. Kjo gjë thekson në mënyrë të veçantë rëndësinë gjatë ekografisë e screeningut në tremujorin e dytë, edhe pse aktualisht nuk rekomandohet ende zyrtarisht nga udhëzimet të përdorimit të ekografisë transvagjinale, jo vetëm për vlerësimin e cervikometrisë dhe pra qartësisht për të gjithë të screeningut të lindjes e parakoshme, por edhe për të përjashtuar praninë e vasa previa. Pse? Duhet kujtojmë se prania e gjendjes vasa previa, nëse nuk njihet saktësisht gjatë tremujorit të dytë ose të tretë të shtatëzënisë, sjell një rrezik shumë të lartë për vdekshmëri fetale. Kjo ndodh pasi ajo kalon plotësisht pas simptoma të dukshme, por mund të jetë përgjegjëse në rast të fillimit të lindjes apo të çarjes së membranave, për një hemoragji masive fetale dhe rrjedhimisht për dëmtime mjaft të rënda fetale, që variojnë nga anemizimi i thellë deri në vdekje. Edhe disa imazhe të tjera shtesë i shihni këtu, siç është qartë e dukshme, ena me insercion velamentoz që më pas kalon plotësisht e lirë nga gelatina dhe membranat pranë hapjes së brendshme të mitrës. Qartësisht nëpërmjet rrugës vaginale, insercioni velamentoz nuk u njoh qartë, ishte shumë më i dupshëm nëpërmjet rrugës transabdominale. Megjithatë, nëse bëhet një studim i kujdesshëm i vendit të lidhjes kordonit në placent, kjo diagnozë mund të bëhet më e lehtë dhe mbi të gjitha e mundshme për gjithë. Pra vasa previa mund të klasifikohet në 3 lloja. Vasa previa të tipit 1, të cilat janë ato, si në rastin e fjalë, të lidhura me një insercion velamentoz të kordonit, dhe pastaj me rrjedhën pasuese të këtyre enëve më pak se 2 cm ose edhe mbi grykën dhe u i brendshëm. Ju ende shihni imazhin e kek, të cilat janë pikërisht enët e tipit 2A previa. Këto shoqërohen me praninë e një lobi placental të sucenturizuar, prandaj është e rëndësishme të studiohet placenta gjatë ultrazërit. Sepse, faleminderit, identifikimi i një lobi placental të sucenturizuar kërkon gjithmonë një vlerësim të kujdesshëm të kordonit umbilikal, pikërisht për të përjashtuar praninë e vasa previa. Pastaj kemi vasa previa të tipit 3, i cili në fakt është një entitet mjaft i rrallë, i shoqëruar me praninë e një futjeje normale të kordonit placentar, me një degëzim të vetëm të enëve dhe gjakut që, duke nisur nga placenta, kalojnë pranë hapjes së brendshme të qafës së mitrës për t'u kthyer më pas sërish pranë të saj të fundit. Udhëzimet kryesore, lidhur me menaxhimin e vasa previa, rekomandojnë vlerësimin e një shtrimi parandalues në spital që nga java e 32 e shtatëzënisë. Në realitet, kjo është veçanërisht e vërtet në lidhje me historinë mjekësore të pacientës dhe praninë e mundshme të faktorëve të rrezikut për lindjet parakoshme, siç janë, për shembull, një histori lindjeje të parakoshme, një histori shtatëzënie, siç janë binjakët, ose prania e simptomave të ngjashme. Aktivitetet kontraktuale.
Mund të kërkojë një shtruarje parandaluese në spital, e shoqëruar eventualisht me një cikël kortizonikësh për të nxitur pjekurinë të mushkërive nga java e 32, pikërisht për shkak të pranisë së një rreziku të shtuar për lindje të parakohshme. Gjithashtu, udhëzimet kryesore rekomandojnë kryerjen e lindjes thonë midis javës së 34 dhe 36. Në fakt, disa udhëzime thonë se, në mungesë të faktorëve të rrezikut, lindja mund të kryhet edhe me prerje cezariane të planifikuar. Në javën e 36. Faleminderit të gjithë për vëmendjen.